Rreth 2000 objekte arkeologjike të zbuluara ndër vite në territorin e Lezhës do të dalin nga bodrumi i bibliotekës dhe do të ekspozohen në një muze arkeologjik të ri, që pritet të ndërtohet në kalan e qytetit. Objektet përfshin artefakte për qeramike, guri, mermeri, hekuri dhe bronzi, dhe përfaqësojnë një periudhë kohore që nis nga epoka e bronzit, vijon në atë të hekurit dhe arrin deri në mesjetën e vonë. Puna për konservimin e tyre ka nisur prej disa ditësh, ndërsa këto gjetje konsiderohen si vlerë të jashtëzakonshme historike dhe kulturore për trashëgiminë e qytetit dhe të gjithë rajonit. Këtu janë të magazinuara me mijëra objekte, paktën mbi 2000 objekte, të vogla dhe ndatë për masave ndryshme. Qeramike, guri, mermeri, hekuri edhe bronzi. Kjo është lloji materialit. Bëhet fjalë për gjetje se po t'i vendosen në rend kronologjik nisin nga periudha e bronzit në periudhën e hekurit deri në mesjetën e vonë. Ideja është se të seleksionojmë objektet më me vlerë në kuptimin e fjalës, dhe ato që mund të ekspozohen, të cilët kanë shumë pak nevojë për restaurim, edhe janë më cilësore për ekspozim. Edhe në njëjtën kohë ne do krahas për zgjedhjes tyre, seleksionimit, evidentimit, seleksionimit tyre, sepse kemi të bëjmë me disa objekte arkeologjike, të cilat janë zbuluar në vitet 60 dhe 70 nga Frano Prendi, po ashtu edhe nga ekspeditet e Loro Gjeçit. Fatkeqësisht nuk ka të dhëna sepse nuk ka inventar të ruajtur këtyre objekteve. Duke qenë se pas vitit 1991 kur është vendos atëherë muzeu, u mbyll shtëpia emblematike që ishte muzeu etnografik i qytetit, të objekte u vendosen në vende të tjera depozituan, edhe kanë ndryshuar vend deri tani paktën 4 herë. Shumë prej këtyre objekteve që janë vjetra tani duhet të identifikojmë nga fillimi, duhet të restaurojmë dhe të përzgjedhim ato më me vlerë që të ekspozojmë në muzeun që pritet të ndërtohet së shpejti në qafën e Kalas. Prezantimi i këtyre pasurive me një hapësirë të dedikuar siç është kalaja e qytetit do të shërbejë jo vetëm për ruajtjen e tyre, por edhe për tërheqjen e sa më shumë vizitorëve dhe studiuesve. Muzeu i ri do të jetë një ndërthurje mes historisë, identitetit dhe potencialit turistik të Lezhës, duke sjellë në vëmendje rrënjët e lashta të këtij qyteti 2400 vjeçar.